Treguesit demografik në Bashkinë Kukës si lindjet, martesat dhe vdekjet, këtë vit përllogariten në vlera negative. Qarku Kukës rezulton me 30.8% më pak lindje këtë vit. Ramadan Tola, përgjegjës i gjendjes civile në Kukës, thotë se vit pas viti regjistrohen më pak fëmijë. Lindjet janë 30 më pak këtë vit. Ndoshta edhe lëvizjet e banorëve në rreth e tjera. Por nëse lindjet rezultojnë më pak, vdekjet rezultojnë më shumë këtë vit, duke shfaqur raport të zhdrejtë dhe negativ. 70 vdekje më shumë këtë vit deri në këtë moment. Ndërkaq, këtë vit numërohen më shumë çifte të kurorzuara, por janë martesa të bëra edhe me shtetas të huaj. Martesat janë 47 martesa më shumë këtë vit. Rreth 20% janë martesa me shtetas të huaj, pjesa tjetër janë të gjithë banorë të Kukësit ose brenda Shqipërisë. Sipas të dhënave nga gjendja civile në Kukës, kur jemi në përfundim të vitit 2023, në total llogariten 462 lindje, me rreth 30 lindje më pak në krahasim me një vit më parë. 249 vdekje këtë vit, rreth 70 më shumë në krahasim me vjet, ndërsa martesa 223 këtë vit, rreth 47 më shumë në krahasim me vjet.